Sheshi Omonia është kthyer në sheshin e shpresës për shumë qytetar. Ata dalin aty prej orëve të para të mëngjesit për gjetjen e një pune dhe për sigurimin e të ardhurave për t'i çuar pranë familjes. Prej orëve të para të mëngjesit, burra të moshës 45-60 vjeç, por edhe të rinj, i gjen në sheshin Omonia me shpresën e gjetjes të një dite pune, mbështetur pas pemëve për gjatë rrugës, në degët e të cilave varin veglat e punës dhe bukën e rast. Por siç e pranojnë edhe vetë, çdo ditë më shumë bëhet më e vështirë, pasi ata nuk kanë edhe një profesion të mirëfillt përveç krahut të punës. Prej vitesh tashmë Omonia është kthyer në sheshin e shpresës të vlonjatëve, por edhe atyre që kanë ardhur nga rrethet për të siguruar të ardhura apo që jetojnë prej vitesh në qytetin e Vlorës. Nga ky shesh, çdo ditë krye familjarët kërkojnë një mundësi punësimi për të nxjerrë bukën e gojës. Çdo ditë në orët e para të mëngjesit ata dalin në pritje të një pune të rastit, donse dinë se pagesa do të jetë në një vlerë minimale, pasi tashmë situata ekonomike duket se nuk është shumë e favorshme. E megjithatë, ata e kanë rritur çmimin e tregut, ku kërkojnë për një punë që mund të marrin deri në 50.000 lekë të vjetra. Megjithatë, theksojnë se mungesa e një pune stabël e thellon edhe më shumë hendekun e varfërisë, ndërsa zanatçinjtë kanë të vështirë të gjejnë qoftë edhe një punë ditore, ndërkohë që kriza e ndërtimit vijojnë që të jetë e thellë, ashtu si kundër edhe largimi i të rinjve jashtë vendit.